2 ditë nga atentati mafiosi mesditës së 11 nëntorit, ku ekzekutua Gilmando Dani dhe u plagos rënd miku i tij, punonjës i AMP-s, Muçi Shaljani, hetimet ende nuk kanë çuar në një pistë të caktuar apo në identifikimin e autorëve. Policia ka kërkuar informacion nga autoritetet spanjolle mbi lëvizjet e Danit dhe Shaljanit gjatë shëndrimit 4 ditor atje, por deri tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Policia ka kryer kontrolle në disa zona të ndryshme, Tiranë, Kamës, Nikël dhe Fushkruj, ku janë shoqëruar të paktën 15 persona, kryesisht familjar të viktimës dhe të plagosurit, por u lanë të lirë. Ekspertiza paraprake nga morgu i Tiranës ka nxjerrë se Gilmando Dani ka marrë 20 plumba në trup, ndërsa në vendngjarje janë gjetur mbi 80 gëzhoja. Ndërkohë rezulton se makina tip Toyota Yaris e përdorur nga autorët në krim është vjedhur në Greqi më 22 tetor 2023. Hetimet janë fokusuar në disa pista hetimore, siç është ajo e larjes së hecapeve mes grupeve kriminale, konfliktet për fajtet financiare e deri tek bashkëpronësia tek disa sipërfaqe toke pranë zonës së Casa Italia dhe trafiku i kokainës.